Ajo ka ndodhur ndonjëherë të pyesni veten. Si ka mundësi që njerëz të mençur, njerëz të zgjuar, bien pre mashtrimeve që në pamje të parë duken të pabesueshme? Kjo nuk është thjesht një histori vjedhjeje, jo, është një lojë psikologjike tepër e sofistikuar. Dhe sot ne do të zbërthejmë pikërisht anatominë e saj, për të kuptuar pse këto skema vazhdojnë të funksionojnë me një efektivitet kaq të frikshëm. Dhe ky citim e godet pikërisht në zemër të problemit. Thelbi nuk është se dikush na detyron me forcë të bëjmë diçka, përkundrazi, mashtruesi na bën bashkëfajtor në vetë shkatrimin ton. Ata nuk na vjedhin thjesht, jo, ata na bindin t'ua japim gjërat tona me dëshirë. Dhe pikërisht ky është çelësi gjithçkaje. Kjo është pyetja për $1.000.000, apo jo? Si ndodh që njerëzit inteligjent, të kujdesshëm, papritur, sikur dorëzojnë çelësat e gjykimit të tyre racional? Po, për t'ju përgjigjer kësaj, duhet futemi thellë, shumë thellë, në mendjen e të dy lojtarëve të kësaj drame, manipulatorit dhe sigurisht atij që manipulohet. Mirë, le të fillojmë me pjesën e parë. Pra, mendja e manipulatorit. Le të nisemi nga arkitekti i mashtrimit. Për të kuptuar lojën, së pari duhet kuptojmë atë që tërheq fijet. Çfarë e bën dikë të aftë të mashtrojë, të shfrytëzojë dhe të shkaktojë dëm pa ndjer asnjë, grimcfaj. Studiuesit e psikologjisë kanë identifikuar një kombinim shumë të fuqishëm tiparesh, që shfaqet shpesh tek këta individ. Ata e quajnë triada e errët. Tani, duhet ta kemi të qartë, kjo nuk është ndonjë diagnozë klinike, më shumë është si një recetë e errët me 3 përbërës personaliteti, që kur bashkohen, krijojnë formulën perfekte për manipulim dhe shfrytëzim. Le t'i zbërthejmë shpejt. Përbërësi i parë, psikopatia. Kjo u jep atyre aftësinë për të shkaktuar dëm pa ndjer absolutisht asgjë. Truri i tyre thjesht nuk e përpunon fajin. Pastaj kemi narcisizmin. Kjo është ajo nevoja e pashuar për të qenë në qendër, për të ndjerë superior, edhe nëse kjo kërkon ndërtimin e një kështjelle me gënjeshtra. Dhe i treti, makiavelizmi. Ky është plani strategjik, mendja e ftohtë, llogaritse, që i sheh njerëzit e tjerë thjesht si gur shahu në lojën e tyre personale. Dhe si duket ky koktejl psikologjik në praktik? Ky citat i akull nga mashtruesi famëkeq Matthew Cox e përmbledh në mënyrë perfekte. Ai tregon një braktisje totale të etikës. Nuk kishte rëndësi kush ishe, çfarë historie kishe, nëse kishe puls ishte thjesht një mjet për të arritur një qëllim. Kaq. Dhe ja një gjë interesante, artistët e mashtrimit shpesh bëhen, nuk lindin. Rasti Cox është shembulli klasik. Ai nuk filloi duke vjedhur miliona. Jo, filloi me diçka të vogël, pothuajse qesharake. Por funksionoi. Dhe ai suksesi i parë ishte si një portë që u hap. Çdo sukses e bënte më të lehtë justifikimin e hapit tjetër, gjithmonë më të madh. Ishte si një top bore që rrokulliset dhe bëhet ortek, duke çuar nga një krim i vogël në një perandori të tërë mashtrimit. Mirë, pra e kuptuam pak a shumë mendsinë e manipulatorit, por si e vë në zbatim këtë? Kalojmë te pjesa e dytë, plani i mashtrimit, sepse duhet ta dini, mashtrimet e suksesshme nuk janë akte impulsive, as pak. Ato janë produksionet e mirëmenduara, si një shfaqje teatri me një skenar të përpikt, të projektuar për të na udhëhequr hap pas hapi drejt rënies sonë. Dhe ky skenar ka një strukturë pothuajse universale. Fillon me përgatitjen. Mashtruesi studion objektivin, kupton dëshirat dhe dobësitë tona. Pastaj vjen loja, faza e ndërtimit të besimit ku ata gjejnë pika të përbashkëta për të bërë mikujën. Litari është tërheqja delikate, kur na bën të investohemi emocionalisht në historinë e tyre. Më pas vjen rrëfimi, premtimi i madh, mundësia art. Dërgesa është momenti kritik kur ne angazhojmë parat. Dhe në fund, faza më geniale dhe mizore, shmangja, e projektuar për të na bërë të ndjehemi aq të turpëruar sa të mos e raportojmë kurrë krimin. Për ta bërë rrëfimin të besueshëm, ata përdorin një truk të fuqishëm që quhet bindësi. Mendoni për të si karremin në grep. Për shembull, në një skem Ponzi, pagesa pare vogël që merr një investitor nuk është fitim real, është bindësi. Është një ankër psikologjike që të bën të mendosh, "Wow, kjo funksionon vërtet." Dhe pikërisht atëherë, ata të kanë futur në grack për investime shumë më të mëdha. Mirë, e pa mendjen e ftohtë të manipulatorit dhe planin e tij të përpikt. Por një plan është i pavlefshëm pa një audiencë të gatshme. Kjo na sjell te pjesa e tretë, dhe ndoshta më e vështira. Dobësitë tona universale. Pse funksionon e gjithë kjo? Përgjigja, siç del, ka më pak të bëjë me dinakrinë e tyre, dhe shumë më shumë me mënyrën se si funksionon truri ynë. Dhe dua ta them këtë sa më qartë, të gjithë jemi të prekshëm. Të bie shprehje një mashtrimi nuk është shenjë budallallëku, absolutisht jo. Është shenjë se je njeri.
Mashtruesit nuk shfrytëzojnë thjesht dobësitë tona, ata shfrytëzojnë vetë thelbin e natyrës sonë njerëzore, aftësinë tonë për të besuar, optimizmin dhe nevojën tonë të thellë për të lidhur dhe për të besuar në histori. Mashtruesit janë mjeshtra në aktivizimin e emocioneve të forta për ta nënshkaluar gjykimin tonë racional. Ata krijojnë frikë dhe urgjencë me mashtrime të mbështetjes teknike. Ata ushqejnë shpresën dhe lakmin me skema investimit të garantuara. Dhe ata shfrytëzojnë nevojën tonë për dashuri në mashtrimet romantike. Rregulli është i thjeshtë. Kur emocionet janë të larta, logjika zbehet. Për te emocioneve, ka edhe një derë tjetër të pasme në mendjen tonë. Truri ynë është ndërtuar për qenë efikas, kështu që përdor vazhdimisht shkurtore, mendore, për të marrë vendime të shpirta. Këto quhen anshmëri kognitive. Në jetën e përditshme, na ndihmojnë shumë. Por në duart e një manipulatori, këto shkurtore bëhen pika të verbra që mund të shfrytëzohen me lehtësi. Le të marrim një shembull konkret. Emailet phishing. Një mashtrues i suksesshëm e di që ne kemi një anshmëri ndaj autoritetit, kështu që emaili i tij do të imitojë në mënyrë perfekte bankën, me logon e duhur dhe një ndjenjë urgjence të besueshme. Nga ana tjetër, një mashtrues amator do të ketë gabime dritshkrimore dhe kërcënime të egzageruara që ngren menjëherë alarmin ton në vend të besimit. Dhe lista vazhdon. Kemi ashmërinë e optimizmit, atë zërin e vogël që na thot kjo nuk do të më ndodh kur mua. Kemi provën sociale që na bën të besojmë se diçka është e sigurt, thjesht sepse të gjithë po e bëjnë. Dhe ndoshta më tinxarja. Gabimi kostos së zhytur, ai që na mban të bllokuar në një mashtrim duke hedhur më shumë para, sepse thjesht nuk duam të pranojmë që investimi ynë fillestar ka humbur. Por ndoshta arma më e fuqishme mashtruesit nuk është asnjë nga këto. Është turpi. Shumica e viktimave nuk e raportojnë kur krimin, sepse ndihen budallaqe, të turpëruara ose fajsojnë veten. Dhe pikrisht kjo heshtje, ky turp, është ajo që i lejon mashtruesit të vazhdojnë të veprojnë pa u ndëshkuar. Tani, le t'i lidhim të gjitha këto me botën tonë. Kalojmë te pjesa e katërt, epoka e artë e mashtrimit. Këto janë mekanizma psikologjik të lashtë, por pse duket se sot jemi më të prekshëm se kurrë? Sepse ka një argument të fortë që ne po jetojmë në një epokë të re të artë të mashtrimit. Ka disa arsye. E para dhe më e dukshmja, teknologjia. Ajo u ka dhënë mashtruesve një shtrirje globale me kosto thuajse zero. Së dyti, zbraztirat sistematike. Sistemet tona financiare dhe qeveritare ende kanë plot vrima që janë gati për të shfrytzuar. Dhe së treti, ka më pak mbikëqyrës. Rënja e gazetarisë investigative do të thotë se ka më pak njerëz që gërmojnë për t'i ekspozuar këto skema duke ulur frikën e kapjes. Tani është thelbërsore të kuptojmë diçka. Mjetet psikologjike që përdorin mashtruesit nuk janë në thelb të këqija. Parimet si urgjenca, autoriteti dhe prova sociale përdoren çdo ditë në mënyrë etike në marketing, në udhëheqje, për të bindur, jo për të mashtruar. Pra, ku është linja? Linja kalohet kur ndikimi bëhet manipulim, kur qëllimi ndryshon nga bindja transparente në mashtrim të fshehtë. Kur qëllimi është të përfitosh në kurriz të dikujt tjetër, duke shfrytzuar dobësitë e tij pa dieninë e plot, atëherë ndikimi është kthyer në manipulim. Pra pas gjithë kësaj, cili është përfundimi? Qëllimi nuk është të bëhemi cinik apo të mos i besojmë askujt, as pak. Përkundrazi, është të bëhemi më të ndërgjegjshëm. Thjesht të kuptuarit e këtyre mekanizmave psikologjik është linja jone e parë dhe më e mirë e mbrojtjes. Kështu që do ta mbyllim me këtë pyetje. Të gjithë ne besojmë në histori çdo ditë. Çelësi është të bëjmë një pauzë dhe të pyesim veten pse po e besoj këtë histori. Apo drejtohet nga logjika dhe provat, apo nga një emocion i fortë, një dëshirë e thellë, apo një anshmëri e fshehur. Të kuptuarit e këtij dallimi është mbrojtja jonë më e mirë.